Nertila, si është ky momenti kur ti zhdukesh pak, një zhdukje e ëmbë leqet dhe pastaj të dy bashkë na sillni një artilleri këngësh dhe videoklipesh? Unë besoj që shkputja duhet për të reflektuar dhe për të sjellë më të mirë, besoj. Pra ka qenë një shkëputje qëllimt, pas ka qenë një strategji në shtëpi dhe në skuadër. Patjetër, pastaj kur i familjar disa gjëra nuk shkojnë ashtu siç duhet, kështu që duhet edhe momenti duhur, them. Është një moment i mirë, një moment frymëzues, një moment që ka marrë inspirim, si ndahet në mesin jo vetëm të një këngë, janë disa këngë që kanë ardhur për publikun. Faktikisht për këtë album pothuajse 2 vjet janë bërë që më shumë se 2 vite. Po. Okej. Që nga përzgjedhja e materialeve, studio audio, po angazhimet tona, po familja, janë të gjitha. Po kota që është rritur, që e takuam edhe unë isha ende në mendimin që është e vogël, por ishte rritur, ishte bërë sa unë në këmbë. Janë të gjitha këto impenjime që vinë pastaj në dedikimin, në impenjimin e tyre. Ama bashkëpunëtori kryesor nuk e ke harruar, nuk e ke ndarë, ke aty gjatë gjithë kohës. Dhe kjo është kryesori një nga këngët, hapi sytë e zezë, mos gaboj, jepi pak volum dhe dëgjojmë së bashku. Ka që përzgjedhje për këngë shpirti. Këto janë këngë që unë jam rritur. Po, që ka një histori për të gjithë, besoj. Si të thuash e kisha si përgjegjësi vetjake që duhet të sjellja diçka për publikun, duke qenë se jam rritur edhe e dua kaq fort ta banin. Dhe prandaj kështu mendua me Danielin që të sillim një kolazh me këngë ta bani, ato këngët më pikante që ne i kemi studiuar më përpara, i kemi kënduar edhe në shtëpi me gitarë, se aty ka qenë ajo spuntoja. Por emocioni ka qenë i veçantë, sepse këto janë këngë që që e kanë marrë impaktin. Sa vite janë bërë dhe kanë... Dhe njerëzit të kanë identifikuar dhe gjithmonë të identifikojmë. Ecin, ndërkohë me regji shkojmë në kolazhin e gjurmët e tabanit, mos gaboj, një tjetër kolazh ujtë e rrëzës, po ashtu prapë në fort sepse aty është gjiruar i gjithë kolazhi. Ky është vendi që i është kënduar kënga. Edhe unë prandaj zgjodha që t'jem pikërisht aty, sepse mund ta bëja në një vend tjetër, po që nuk... Do kishte një të mpeshë dhe emocion dhe ngarkesë. Pra ti ke dashur që edhe videoklipit mos jetë thjesht një ekspozim i një vendi të bukur dhe kaq. Pra atu ku ka buruar kënga, e në simbol. Unë mund të them me bindje të plotë që Leskoviku është burimi i të gjithë folklorit. Kjo është një ndër këngët e mia të preferuara, unë... E po atëherë ju lutem shumë volum, ta dëgjojmë pak këngën e preferuar të Nertilës, se ju grim. Uleni tani zërin që e kam këtu, pse du të dëgjoj ju, si është? E mos ullot me mandjen o moj tënde moj, se bën qefin e dynjasë. Sa mëjta të thonë që zëri ju të bëhet akoma më i bukur? Nuk e di faktikisht sepse ka njerëz që më thonë... Ka një metodë që ti e ruan e kursen... Ka këngë që ma zërin pak më të hollë. Ka këngë që në bazë të notave kuptohet, por që këto këngë nuk ka nevojë të bërtasë shumë. Dhe rinë në këtë reati, në valën e shpirtit edhe që pastaj vinë në këtë mënyrë fantastike që populli e publiku e dashuron pa fund. Kjo është ullë për mbi ullë, një tjetër videoklip ju thasht që njerëzit do numërojnë pa fund këngë edhe klipe. Edhe sa janë akoma që nuk janë xhiruar. Edhe ka të tjera që s'janë xhiruar, po ka pasur lëvizje nga qyteti në qytet, nga rrethina në rrethin, veshjet, polku. E kundërta, shkojmë pastaj në tjetër krahin, në tjetër zonë. Po, edhe kjo është një ndër këngët e mia të preferuara, sepse këtë këngë kam dëgjuar, mund të them këtu e një 15 vjet para, por kështu flesh, domethënë. Por që unë po dëgjova diçka e kam të ngulitur që do t'i vi momenti, nuk diskutohet. Komplimente shumë po ashtu edhe për skuadrën, të gjithë jeni me veshjet e folkut, ka qenë tjetër merak i ty që ti kjo në çdo... ishte një tjetër detaj që unë doja ta shtoja që përveç se muzikës tabanit, doja që të eksploroja pak edhe me veshjet. Cila veshje të rinte më mirë që të peshonte me emocion që ti thoje? Më peshonte e Leskovikut. E Leskovikut, nuk mund ishte ndryshe veshja e Leskovikut. Po... Gjithë kjo vëmendje e dedikuar, që është kompliment jo vetëm për ty, për Dani, për gjithë skuadrën, është një vëmendje që duhet të ishte edhe të jetë për artistët tjerë, rikthimi tek muzika e vërtet, tek folku. Jemi në momentet mira artistike, dihen që vëmendja po rikthehet. Shiko, unë e di që ti ke ndjekur këngët tona, edhe me ato që kemi bërë me kitarë, sepse kemi qenë bashkë në studio. Ato nuk kanë qenë kot. Ato kanë ardhur për të treguar që ne kemi një folk të jashtëzakonshëm. Nuk është nevoja të bëjmë çuditëra shumë, sepse i kemi aty këngët tona. Edhe mund t'i sillim përsëri aq bukur, pa dal nga tabani, aty ku jemi të mbetemi, por të sill ashtu me vegla të gjalla siç themi ne.
instrumentat, me çdo gjë. Klajneta, të gjitha. Që është e vështirë ndonjëherë Nertil ti bësh bashkë ti mbledhësh se ti the dash zoti nuk shojmë te AI, por tani AI është kërcënim për shumë artistë botror. Instrumentat e munguara, se sa ti të gjesh, po them Ermalin Leskovik e gje në sekond me anë të AI. Është e vërtet. Unë në këtë moment, do me thënë, i them Danit faleminderit shumë, sepse ai është marrë me këtë pjesën e audios edhe e di se çka heq, do me thënë. Muzikantët që merreshin jo nga Korça, jo nga edhe nga rrethina të ndryshme. Po, për të qenë sa më autentik edhe e di që ka bërë një punë të madhe dhe falenderoj jashtëmasi, përveç se ja kam nxirr jetën në studio. Nuk duket. Tani në ekranet e intervista e shohim Nertilën e butë, po nuk e di si jeti në nxirrje jetë. Në punë jam shumë e keqe. Do më thënë ti mund të rish me orë të tëra pa e folur, Danit i thua është gjej qiftë. Jo, nuk ndodh tek ne ajo. Neve flasim, por që kemi atë nervin që nuk i shmangë. Është e vështirë, ka instrumentista për rreth, apo ka fatkeqësisht njerëz që nuk merren me instrumentat e gjallë. Ju punoni me folkun, çfarë nuk dim ne që jemi për së largu, jemi mësuar me këngë digjitale? Unë për fat keq them që nuk ka instrumentistë të mirëfillt për jugun. Ata që kanë qenë edhe ja kanë vënë vullën. Por këta të rinjt, nuk e di pse duan gjithmonë të ikin drejt komercit. Nuk rinë aty, sepse ne duhet të studiojmë vendin që nga kemi ardhur, pastaj të shkojmë të këndojmë zhanret e tjera pafund. Por që duhet të fillojmë nga haja, pastaj shkojmë tek. Nga vjen ky stereotip që folku nuk është trend, apo nuk është modern, apo pse të jemi me folkun? Pse ka një dëshirë për të përqafuar gjithmonë këtë modernën, me bë çfarë bën bota, çfarë bën Italia, Anglia, Europa? Unë nuk jam kundra që ne jemi 2026, patjetër që do eksplorojmë, nuk diskutohet, mbas edhe unë një ditë mund të më shikosh me ndonjë muzikë, por unë them, të bëjmë këto që i kemi, të alim trashëgimi këtyre fëmijëve që po bëjmë dhe që i kemi mbrapa, sepse nesër nuk do të kemi identitet më. Mua më pëlqen për shembull që vajza ime dëgjon me shumë këshëri këngët. Edhe gjithmonë kam atë të parën që më thotë, "Jo mami, nuk më pëlqen këtu ose më jep atë kritikën." Do thënë unë këtu e kuptoj që vajza ime po mëson diçka nga unë. Por nëse ne nuk mblidhemi gjithë bashkë dhe të ushqejmë këtë gjë të bukur që na e kanë lënë të parët, edhe unë jam shumë falënderuese në atë parë dhe nuk e di, po do doja shumë që sigur të ishin edhe një herë gjallë ata njerëz që kanë bërë këtë folk të mrekullueshëm, nuk e di ku do ishim. Ne kemi, përveç se kemi një vend të mrekullueshëm, ne kemi edhe një folk të jashtëzakonshëm. Ka pasur ndonjë material këngë që keni vuajtur, e thënë në mënyrë simbolike për originalitetin e saj, për instrumentat, një këngë që e ka lodhur Danin ndoshta më shumë në post production. Ka këngë specifike që janë të vështira për të risjellë, për të ripërpunuar? Shiko, kënga Një natë janari për shembull është një këngë që e kanë kënduar shumë këngëtar, por që fiks fare unë nuk e gjej dot se kush është ai që e ka. Por që është një këngë e vështirë në ritëm edhe kërkon një gjë të veçantë që ta sillet si duhet. Por Dani është muzikant, e di shumë mirë, është kitarist i mrekullueshëm, kështu që nuk ka shanse që t'i shpëtojnë këto gjëra. Nëse flisnim para 10 vitesh për dasmat e gëzimet familjare, edhe artistët që sot e bëjnë kompleksoheshin, nuk e pranonin. Sot shoh që të gjithë pranojnë që janë pjesë e dasmave, e gëzimeve familjare, sikur ka rënë kjo perdja. Turpi nuk e di nëse ka ekzistuar për ta, po për të mos e pranuar. Po është kjo që them unë, duke ju kthyer tabanit, duke i sill njerëzve atë që ata kanë brumosur, detyrimisht që si mund të mos thuash që unë nuk jam pjesë e gëzimeve familjare. Sepse ti s'mund të fshesh identitetin tënd. Në një dasëm nuk ke shanse të mos këndosh një pogonishte, edhe në veri të shkosh, edhe në veri më thellë. Kështu që jeti përjashtuese në repertor? Jo, absolutisht. Absolutisht. Unë nuk e di. Ban mend që ke thënë jo për një repertor, apo ke humbur një gëzim se ka dashur këngë specifike, si je ti ndaj kërkesave që është ndaj punës tënde? Unë kur dikush më merr në telefon edhe më thot për një dasëm, apo qoftë gëzim tjetër familjar, unë e pyes origjinën një herë nga është, sepse unë nuk mund të shkoj në dasëm në Shkodër ose Malësi të Madhe dhe të mbaj gjithë dasmën me repertorin tim, sepse nuk e bëj dot. Nuk kam atë repertor. Deri ku ka shkuar geografia jote që ke thënë zota bëj dhe e ke bërë në fakt dhe ka dalë diçka shumë e bukur? Por shiko, duke qenë edhe pjesëmarrëse për koncerte, jam e detyruar ndonjëherë që të mësoj edhe disa gjëra që nuk i kam pjesë të zhanrit tim, por që bukur dalin dhe ashtu të kënduara nga jugore. Për shembull, çfarë ka qenë një rast që ke thënë orë mal, s'ka shanse. Pasa ke thënë po dëgjoj doli mirë e bëri Nertil Avreto.
Ose që ndoshta njerëzit më të afër me ty të kanë paragjykuar që ti s'mund ta këndoje dhe të rinte aq mirë, për shembull, një këngë apo një gjini apo. Për shembull, është një këngë veriore, çka ka zoku që po qanë, unë ta kam thënë dikur që unë këtë këngë e kisha pjesë të vetes sime. Dhe arrita dhe e bëra një audio, dhe është një këngë që e kam dëgjuar që e vogël dhe të njëjtin emocion marr dhe kur e dëgjoj tani, por edhe kur e këndoj në koncerte, sepse në dasma shumë rrallë ndodh, por që është një këngë që ka një tekst i jashtëzakonshëm. Çka ka zogu që po qan, kala në shtëpi, kala në vatane, kala në motra e vllazni, ka ikur kur betëllije. Ju lutem të shumë fishohen dasmat e veriut, mere mund me agendën edhe me kalendarin, po besoj tani që jemi në kulmin e sezonit edhe dasmat edhe kërkesat janë të jashtëzakonshme. A je kënaqur? A je ti njeri që nuk kënaqesh? A je njeri që edhe kur ke bërë 10 këngë i thua Dani, do mos kemi një këngë? Çfarë natyre je ti në insistimin për të qenë? E disa këngë kemi normal në studio? Po, ja i qimë por një. Nuk e di. Edhe atë i them Danit, do zoti të kemi shëndetin që ne të arrijmë të publikojmë të gjitha. Sepse duke pasur studion tonën tani ne kemi mundësi shumë është komoditeti që të bëni. Patjetër. Ju grindeni ndonjëherë për një këngë që ai e beson që mund të ecë dhe ti se beson? Si është perceptimi pastaj që nga kjo reatia që ti ke me respektin ndaj tabanit, ndaj folkut, në diskutimin tjetër që a do eci apo nuk do eci? Shiko, kur kemi filluar albumin me këngët e tabanit, asnjëherë nuk kemi menduar që neve do presim klikime apo ndonjë Dynami i jashtëzakonshëm. Sepse ne e dimë çfarë mend jetojmë dhe se si përqafojnë këto këngë. Këto këngë u bën që unë t'ja le trashëgimi kësaj vajzësime. Edhe për ata njerëz që e din ç'do të thotë taban, edhe e din që Nertila dhe Danieli janë pjesë e kësaj gjëje. Pastaj kjo puna e klikimeve ti e di se si është ka ta ndisur sot edhe unë nuk do të flas fare. Që njerëzit gënjejnë edhe në këtë realitetin fake që a të vjen ndonjëherë majtundës që ekrani, muzika, bota jonë është bërë gjithmonë më shumë fake se sa reale, hipokrizi. Sinqerisht, Ermal, sa të kanë mbështetur kolegët e tua në këtë album? Sa e ke ndjer? A preti që ato të mbështesin, të të bëjnë një story? Qoftë të çojnë një mesazh, se ndoshta story varet çfarë kompanish i menaxhojnë dhe po justifikoj unë ato. Ti e di që unë jam shumë e sinqertë dhe nuk di të gënjej, sepse kam një zot lart që më shikon edhe nuk dua të jem gënjeshtare. Unë çdo gjë e bëj për kënaqësinë time dhe për ata njerëz që e kanë ndjek Nertilën këtu e 25 vjet. Edhe të thash edhe për vajzën time. Në lidhje me kolegët, me këngëtarët, unë gjithmonë jam dashamirëse dhe uroj që ata të shkëlqejnë kudo ku janë. Me hajtë sa kam pas mundësi, di që disa për e tyre që kam pas një farë konfidencë, po them, i kam mbështetur, qoftë me një story se shtu ati. Nuk e di pse nuk kam marrë mbrapsh asnjë nga këto, nuk e di pse ka ndodhur. A janë ata xheloz? A i të bën ata fuqis dyshe që keni ju të dy si partner, bashkëshort? Nuk e di dhe me këtë rast dua të bëj një apel për këta këngëtarë të rinj që sot, domethënë, kujtojnë se gjithçka është vetëm sot. Ashtu kanë filluar dhe unë dikur, dhe mendoja që, po jo, me këmbë në tokë kam arritur këtu ku jam. Dhe shpresoj dhe uroj që këtë talent që kanë, edhe këtë boom që bëjnë tani, mos ta kenë një fluskë sapuni dhe nesër të mos ekzistojnë më. Por t'jenë me këmbë në tokë edhe të vazhdojnë me kokën lartë, patjetër, me punë të madhe, sakrificë, por dhe të mos harrojnë se ku kanë qenë. Ti pret që Ermali ta bëj, ti të gjë që ke bërë ti për Ermalin? Jo, nuk e bëj diçka që të më flet mbrapsht. Jo, edhe ja dërgon videon dhe thuat lutem a bëj një story. Ka shumë lloj, po themi formash marketimi që ne i dim kolegët bëjnë. Të çojnë edhe 100 mesazhe të thonë Ermal nxirë edhe pikë, po marr tani. Shiko, ti je gazetar dhe ne kemi shumë vite që jemi bashkë. Nuk besoj se të kam shkruar dikur që të them Ermal më fton në emision. Këtë gjë e kam pjesë karakterit tim. Mos ke bërë ti gabim? Po përpiqem mund tani të bëj unë të gabuarin në bisedë. Unë nuk mund të çoj të të imponoj diçka që unë e di që ti e ndjen apo nuk e ndjen, nuk mund të ta imponoj tani të çoj një mesazh ty që më shpërnda pak këngën. Sepse ti e shikon që kënga ka dalë, nëse ke dëshirë dhe do të më mbështetësh. Kushdo sot, në kohën që ne jemi 24 orë, në mos 24, por 23 orë në telefon, është e pashmangshme që të kuptosh që Nertila Ermali apo Manjola ka bërë një këngë të re. Pra është e pashmangshme dhe dhëmb, apo me kalimin e kohës të kupton që kjo është vetëm Nertila, Dani, familja, fansat, ndjekësit e tu dhe nuk duhet të... Shiko, nëse e thash këtë, nuk e thash që
mua më dhëmp edhe unë nuk vazhdoj jetën time dhe punën time. Po them që ti nuk rrit 3 ditë pa ngrënë bukë, po them në ndjesinë qytetare artistike. Pa tjetër, ajo ndjehet, sepse tani jemi njerëz edhe duke qenë se kemi investuar kaq shumë për këtë muzikë edhe unë kam lënë shumë këngë të bukura, do Zoti të le akoma më shumë. Për shembull, çfarë unë ndjeva të çuditshme që nuk u përfol shumë, një nga këngët e tua u bë remix. Dhe u bë worldwide, një fenomen botror, ishte gjithandej, dëgjoj gjithandej, doja apo s'doje ti, donte apo s'donte, po them Ermal Peçi. Unë nuk e di afare dhe kur jam zgjuar në mëngjes jam shokuar. Dhe u bëre befas fenomen. Dhe patjetër që ne sa qefti mbështesim artistët që jetojnë në botë edhe të bëjmë story, nuk është se pas këtë zhurmën për thënë që e prisni pak se një hit i Nertilës, por risidhet në një remix DJ, si që ata risidhin dhe u bë Nami. Si e peti këtë momentin që befas u zgjove dhe ishe me miliona e vëmendje klikime worldwide të gjithë botës? Që këndodhe dhe diçka Ermal. Në momentin që këta DJ-t ose këngëtarët të rinj këndojnë një cover timin ose diçka timen, është e çuditshme se si nuk e shkruajnë për respekt dhe me thënë emrin tim atje. Pra ti nuk e që farë në dijenit ati remixit? Unë nuk e dija. As të morë të drejtat e autorit, leja? Nuk e dija, sinqerisht. Ma ka dërguar një mikesha ime, që e kish luajtur ai DJ famshëm, dhe u hëngela kështu, dhe me thënë. Edhe kam qenë unë ajo që u kam shkruajtur DJ-ve. Po si është njësia kur zgjohesh virale, ky termi sot bëj Namin bëu virale dhe ti isha ai shumë virale? Se janë gjëra që ti nuk i përjeton, në kuptimi si ke kaj shumë qef to zhurmat, Instagram, jo, sepse unë jam shumë modeste dhe unë jam me këm tokë për çdo gjë. Unë e di ato që kam lënë edhe që do le. Dhe nëse nuk janë të gjithë, ose po them 50%, të pak një 30% që e di që është me mua. Okej. Gota që tha kur mami ishe gjithkohës në TikTok? Apo ajo nuk po e kupton të reagimin e remixit të risje? Nuk është se Dajlen do ta ushqej shumë me këtë pjesën e TikTokut, për dave sociale? Madje edhe një TikTok timi që ma ka hap motra, unë... Zero, se menaxhon fare. Çfarë lumturi kemi sot në këtë kornizë, kur ajo rritet, kur ajo është bërë shoqja jote? Po tanë, përveç Danit që i kam e jashtë me syze, ne jemi një familje vogël e lumtur dhe në atë polen tonë. Ajo është tani më e lidhur, më kupton gjithçka më shumë tani të shumë fishuar të punës mamit, punës babit, është pranë gjithçkaje. Patjetër. Dajla është shumë mirë kuptuese. Edhe në momentin që ne kemi 2-3 koncerte radhë dhe ikim, e di domethënë e flim ëndjen edhe pyet gjithmonë arritët, ka shumë merak. Në fakt, në këtë kornizën e gjërave që ne duam në jetë, dhe këto janë pasurit që kemi, do të shkojmë pak tek agenti hënor. Ti e di në programin tim, me pasere unë kam surpriza, fan inteligjencës që Nertila nuk ka shumë qef. Inteligjenca artificiale në programe gjeneron foto e video e momente, dhe do të shojmë tani një tjetër çast, ky është agenti, të prezantoj, mund të aftosh në ndonjë nga këngët e radhës, nëse Dani pranon, patjetër që dhe Megi Oto do ta vendosim në çdo program për të ma treguar mua përballë, por surpriza që agenti hënor është kjo. Shojmë pak tani çfarë ka arritur ai të gjeneroj. Një përqafim që besoj vlen sa gjithë jeta. Të të kërkoj unë ndjes, nuk e dia do duhet ta bëj, por... Ermal, unë çdo natë që e ve kokën jashtë, lutjet e mia shkojnë për vajzën time dhe për këta dy që i paqa sa më gjatë një jetë dhe sot i lartë. Duke qenë që jam një motër pa vlla dhe e kam babi, nuk e di, e kam pikë të dobët. Dhe mami nuk diskutohet, po babi është vlla, shok, gjithë shka për ne. Nuk e di, kam arritur ta bëj krenar sa duhet. Jam pa fund i bindur që ata të dy e kushdo që është afër teje krenohet me ty. Jo, të kërkoj ndjes, nuk isha menduar që të kishim një shpërthim kaq të bukur natyrale njerëzor, por unë e di ti ndan në mediat sociale edhe pse thua jam e rezervuar, po besoj që edhe fakti që e vetë me lidhja që keni me njëri tjetrin, të gjitha këto bëhen bashkë. Ne jemi 5 motra, Ermal, dhe nuk e di, po marrëdhënia që kemi me njëra tjetrën edhe me prindrit,
Uroj shumë ta kenë të gjithë, sepse kemi, po dëgjojmë çuditëra sot. Dhe më vjen keq që familjen e kanë kështu si një gjë shumë të vogël, si një fjalë goje kështu, familjar gjithçka. Çfarë kanë ata gjithmonë merak për nertilën e tyre të vogël dhe të madhe? Do të thënë, sado që ti rritesh, bekohesh, goca është bërë, mbesa e tyre është bërë një princesh, po që e kanë gjithmonë merak për nertilën e publikes dhe të privates. Gjithmonë kur unë kam dasma ose koncerte, ata e kanë shumë merak se si jam pritur unë. Se e din atë dashurinë e sinqertë që unë e dhuroj dhe a e marr atë mbrapsht. Edhe gjithmonë në pyesin, si kalove, a u kënaqën, përveç shëndetit që e kanë shumë me merak. Unë këtë muajin e argjërimit kam agjëruar dhe nuk është viti parë dhe këta këshë shumë merak, sepse babi thot gjithmonë që ti je shumë e dobët e nuk ke tru për të agjëruar. Keti një merak për ta? Përveç aspektit shëndetësor, po a janë ata ndonjëherë të fiksuar me disa gjëra që ti thua o ma, o ba, po s'është nevoja, janë ata më shumë të egzageruar, ne rritemi, po për ta mbetemi gjithmonë të vegjël, mbetemi gjithmonë. Ata janë normal, patjetër, si çdo prind, ti e di vetë, po unë ua thjeshtoj shumë atë pjetësorin që, domethënë ua them përpara që çdo gjë është okay dhe rini të qetë, domethënë. Po rastis ndonjëherë kur ata me zipresin që tulet avioni dhe unë ti shkruaj ose ti telefonoj se kam shumë merak. Në këtë konceptin e familjes shqiptare që ndonjëherë duket që po thërmohet, diskutimet e jashtëzakonshme, divorce, ndarje, emigracioni, për gocën tënde në raport si mbes me gjyshtit, çfarë janë të rëndësishme në përcjelljen e brezave të formimit e edukimit? Çfarë ke parë gjithmonë të rëndësishme edhe si kalim energjie dhe dashurie nga brezi në brez? Shiko, unë jam shumë e lumtur se Dejla ka një marrëdhënie të shkëlqyer me gjyshrit. Ajo i thot atyreve gjërave për shembull që ty ndoshta s'ta thot? Mund të ketë ndonjë gjë që ja thot nënës dhe jo mamit? Jo, Dejla është shumë e sinqertë dhe mund ta pyes Dajlën se e kam këtu, Dajla, kemi ndonjë gjë? Ja, okay, mami nuk gënjeu. Është e sinqertë dhe e di, domethënë që nuk është e njëjta dhe me ata. Dhe jam shumë krenare, sinqerisht ta them, sepse po merr dhe nga ata atë ngrohtësinë dhe dashurinë ashtu siç vetëm gjyshri din ta japin. Jam krenare edhe për prindrit e mi dhe të Danielit, po edhe për vajzën që po rris. Që është pranë tyre dhe merr dashuri. Kur je shumë larg, ti ke udhëtuar, gjeografia jote, ka shumë shqetësime apo bosi janë, apo çfarë bëhet në Tiranë, çfarë bëhet në Shqipëri, një gocë meraklie? E tmerrshme. Sa herë merr telefon, o zot kam internet, bësh merak nëse ata s'përgjigjen në sekond. E tmerrshme. Këtë herë kam koncerti fundit ka qenë në Kretë dhe nuk e di pse atje kur zbritëm nuk po lidhesha dot me internetin. Dhe u çmenda, se s'po i shkruaja dot Dajles. E di, çmenda Danielin, nuk po lidhem dot. Pastaj si menaxhon ndonjëherë këtë, se vërtet ti dukesh e ndjeshme shumë emocionale, ka momente që i jep vetes më shumë se ç'duhet dhe thua Nertil se s'të bën mirë se stresi emocional. Në rregull, jemi okay, mbaj veten, se do mësosh ndonjë. Por e menaxhon shumë mirë. Ke ndonjë frikë, fobi që nëse dim, ndonjë merimang, avion, turbulencat, ka gjëra që ti të trembin? Kam pas një eksperiencë jo të mirë kur jam kthyer nga Italia për në Shqipëri dhe kemi pas, ka qenë një kohë e tmerrshme, shi me erë që avioni nuk po ulej dot, edhe unë kam pësuar një shok, nuk e di. Kisha dhe një zonjë që kisha... Ulëriste pa fund? Ajo jo ulëriste, po më duk për momenti sikur mbaroi, ajo më shtrëngoi dhe dorën dhe unë, domethënë ngela. Tu kisha Dajlën, Danin, edhe mbeta, domethënë, në shok, po më duket sikur po më pushonte zemra mua. Edhe në momentin që arriti që preku tokën, thash... Zdo faleminderit. Faleminderit. A e mendove 2 sekonda si kur ishte çasti fundit? Mendon njeriu që largohet nga kjo jetë? Po e mendova dhe tani e them me plot bindje që mua më shkthyer në fobi avioni, turbulencat, që përpiqesh ti shmangësh në aq sa mundesh? Po i shmang, po dhe... Jo, flas në gjërat që ndoshta Greqia është afër, mund të bëhet edhe me makinë. Po, ishu i të paktën sa rin dot, përse ndonjë tragedi të vogël dhe mund, po, sa rin do t'i shmangësh. Po, vazhdon, thot Dani, po dhe kolegët që të duan, që ti për dëgjimin vazhdon të jesh shumë e mirë. Me pak bazerin, do të luajnë disa këngë që janë të tua dhe të kolegëve e shqiptare të uaj, nuk e di çka bëri regjia,
do duhet të më thuash kush e këndon ose titullin e këngës. Ka disa të thuat, kështu që jemi në rregull, mund ta kthesh bazerin X-in e famshëm, X Factor nga Nertila dhe Mali. U kënaqa shumë. Faleminderit. E di që s'do ndaloni, e di që do vazhdoni të punoni, të kërkoj ndjes për ato lot, po lotimet ndaj dashurisë më të madhe e familjes janë bekime në jetë. Të kam shumë xhan ti e di. Dhe ju uroj vetëm mbarësi familjarisht dhe skuadrës tuaj. Amin së bashku, Ermal. Ndërkohë që rikthehemi sërish në program.